Ka rezultuar me të paktën 5 të plagosur përpjekja e KFOR-it në Kosovë për të hequr barikadat në Rudar. Nga aksioni ndërmarrë këtë mëngjes kanë mbetur të plagosur 2 ushtarë të KFOR-it dhe të paktën 3 serb të Kosovës. Lajmi është bërë i ditur nga mediat vendase, të cilat theksojnë se KFOR-i tentoi të shpërndajë turmën me gaz lotësielës dhe duke qelluar në ajër me armë, ndërkohë që protestuesit u kundërpërgjigjen duke hapur zjarr. Përmes një komunikate, KFOR bëri të ditur se 2 pjesëtarë të kësaj force janë plagosur gjatë operacionit të sotëm. Një nga ushtarët, thuhet në komunikatën e KFOR-it, është evakuuar dhe është jashtë rrezikut për jetën. Pas kësaj ngjarje ka ardhur dhe reagimi i presidentës së Republikës së Kosovës, e cila ka cilësuar të papranueshëm përpjekjet e strukturave ilegale serbe për të penguar me dhunë heqjen e barikadave nga rrugët. Edhe Bashkimi Evropian ka dënuar këtë dhunë, duke bërë thirrje për vetëpërmbajtje. Serbët lokal kanë vendosur barikada në veri që nga korriku i vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës ka ndërmarrë aksionin për futje nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31.